Virtytet e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, në traditën fisnike profetike. E katërta, Taberaniu në librin e tij El Mujmaul Kebir transmeton se Zeid ibn Thabit ka thënë, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Unë ju kam lënë juve dy udhëheqës, khalifetein, librin e Allahut dhe familjen time, ehli bejtin tim. Ata nuk do të ndahen nga njëri tjetri derisa të vini tek burimi i Kautherit. Heithemiu në librin e tij Mejmau Zawaid thotë rreth këtij hadithi se njerëzit e ndodhur në zinxhirin e këtij transmetimi janë të gjithë të saktë. Këtë hadith e ka përcjellë edhe Ahmed ibn Hanbel në librin e tij, por me një dallim të vogël në fjalë. Ai e transmeton nga Zeid ibn Thabit ku thotë, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Po ju lë dy udhëheqës, khalifetein, librin e Allahut dhe familjen time, ehli bejtin tim, ata nuk do të ndahen nga njëri tjetri derisa të vini të gjithë te burimi i Kautherit. Hamza Ahmed Zeini për zinxhirin e transmetimit të këtij hadithi thotë se ai është me zinxhir të saktë.